Komisioni i pavarur ndërkombëtar i hetimit në OKB mbi territorin e pushtuar palestinez ka deklaruar se Izraeli po kryen gjenocid në Gaza. Një raport që synon të jetë i detajuar dhe dënues përmbledh prova që tregojnë se Izraeli po kryen gjenocid në Gaza. Ai thotë se Izraeli ka shkelur konventën e gjenocidit që u miratuan vitin 48 nga Kombet e Bashkuara të sapo krijuara. Fjala gjenocid dhe konventa që e përcaktoi ato si krim u frymëzuan drejt për drejt nga gjenocidi i 6 milionë hebrejve nga Gjermania naziste. Izraeli mohon të gjitha akuzat se sjellja e tij në Gaza ka shkelur traktatet dhe konventat që përbëjnë ligjet e luftës dhe të drejtën ndërkombëtare humanitare. Por gjetjet e raportit do të ushqejnë dënimin ndërkombëtar në rritje të sjelljes së Izraelit, i cili po vjen edhe nga aleatët tradicional perëndimor të Izraelit si dhe nga monarkitë arabe të Gjirit që normalizuan marrëdhëniet me Izraelin në marrëveshjet e Abrahamit. Ndërkohë, e vërteta në terren është se Gaza po digjet, po kthehet në vend pa banueshëm. Banorët tashmë kanë mbetur në rrënoja, ndërsa tankët izraelite kanë hyrë në zemër të qytetit.